Bashkia Lezhës është përballur me motë keq që prej natës së mbrëmshme i shoqëruar me rishë ndërshiu, sipas së disa rrugë në qytet janë përmbytur, duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e mjeteve dhe këmbësorëve. Në zonën e njohur si bloku 11.2 hektar, policia ka bllokuar përkohësisht lëvizjen për shkak të nivelit të lartë të ujit në rrugë. Problemin evidentuar dhe në bloku 11 janari, ku rrugët kanë pasur prani të konsiderueshme ujë. Ndërkohë, borri i shkollës në vjeçare Kosova ka qenë i pakalueshëm për nxënësit gjatë orëve të mëngjesit. Situata është krijuar për shkak se sistemi i kullimit të qytetit është i bllokuar në pjesë të konsiderueshme dhe nuk lejon largimin e shpejtë të ujrave. Prej rreth 3 muajsh në Lezhë ka nisur investimi për rehabilitimin e rrjetit të ujrave të Barrët të Zeza. Kreu i Bashkisë së Lezhës, Pierre Indreu, theksoi se nuk ka dëme, por situata mbetet problematike. Po, është një situatë që ne kemi paralajmëruar publikisht. Është siç e keni pa, gjatë gjithë natës ka pas rreshje. Ajo që është më serioze është se ka pas rreshje edhe në zonat malore që nuk vinë kryesisht në territorin e Lezhës, por që karikojnë gjithë prrejt e lumet që vinë nga sipër, plus shkarkimet e hidrocentralit që kanë bërë punën e vet dhe jemi në një situatë në prag problematike. Akoma nuk jemi në një situatë alarmante, sepse nuk ka banesat e identifikuara, por ka zona të cilat kanë toka në ujë. Janë rreth 450 hektarë në gjithë territorin e Lezhës. Gjithë forcat e bashkisë janë në terren, të gjitha kudo, duke kontaktuar me banorë, sepse e para gjë që na shkon në mend është që të hyjmë sa më shpejt nëse do rrezikohet ndonjë nga banesat dhe banorët aty, dhe e dyta po shikojmë se çfarë mund të rikuperojmë në terren. Ka probleme në Klan, ka probleme në Spitën, ka probleme në Taleni, ka probleme në Zadrim, në disa pjesë, në Grashtu, në Zojës, megjithëse situata nuk është e asaj atij niveli që ne jemi mësuar ta shohim, por nëse do vazhdojnë rreshtet, pritet edhe në një agravim i mundshëm. Ndërkohë, niveli në lumin të rinj të Lezhës është rritur ndjeshëm dhe në lagjen Skënderbej ka përmbytur shëtitorin e tij duke e bërë të pakalueshme.